SPAK-ut ne i quam edhe dosjen e grushtit shtetit të 14 shtatorit 1998, Jakobsita unë, timin e vërtet fjalës, një dosje tepër voluminoze, me prova, me fakte, me tjera, që pse u bë grushti shtetit, kur u planifikua për të bërë, edhe pse u gjetë pastaja ai shkaku që vran Azem Hajdarin, dhe edhe Azem Hajdari u vra, domethënë me porosit Sali Berishës, dhe pastaj filloi grushti i shtetit dhe i rrëzoi faktikisht gjithë institucionet e shtetit, u buri flakën në institucioneve me armë, u bën akte terroriste, pati të vrarë, dhe kur vjen problemi SPAK, në vend që ta fillonte vetë procedim penal, që kur erdhi 2019 që filloi funksionin, sepse e ka me ligj që i fillon çështjet kryesisht, sidomos ato çështje për të cilat u krijua, se SPAK-u u krijua si strukturë posaçme, çka do të thotë si një prokurori lufte në Shqipëri, se kishte ndodhur 21 janari, se kishin ndodhur 3.000 të vrarë të firmave piramidale, se kishte ndodhur grushti i shtetit, se kishin ndodhur privatizimet kriminale të Alpetrolit, të Armos, të hidrocentraleve të Shqipërisë, se ishte vjedhur Floriri i Shqipërisë në krab e tjera, për këto u krijua SPAK. Dhe SPAK shpati vullnet për filluar kryesisht asnjë çështje prej tyre. Edhe këtë që ja dërguam grushtin e shtetit, edhe këtë e pushoi. Edhe 20 janari nuk e filloi fare, po desh që ta kundërshtonim ne, e unë posaçërisht vendimin e SPAK për mos fillimin e procedimit penal të 20 janarit në tëra shkallët e gjykimit, derisa e fitova në kolegjin penal gjykatë të lartë, i cili urdhëroi të regjistrojë procedimi penal dhe të fillonte çështja penale kundër këtyre drejtuesve të lartë të shtetit që e bën këtë grush shtetit, me Sali Berishën, Lulzim Bashën e tjerë në krye, dhe që pastaj e bulosi përfundimisht edhe vendimi i gjykatës së Strasburgut.